Shaban Murseli, të premten, më datë 21/11/2025 në ora 14:30 e kanë kontaktuar gjykatën përmes telefonit, numër që nuk është i Kosovës, është jashtë shtetit. Më thonë është numëri suedis, sipas gjykatësave, fillon me +46, se nuk mund të prezentoj në këtë shqyrtim gjyqësor, me qenë se mungon dëshmitari Shaban Murseli, i cili është i propozuar nga prokurori i shtetit, kryetarja e trupit gjykues e pyet prokurorin e shtetit rreth qëndrimit lidhur me këtë dëshmitar. Pasi që dëshmitari Shaban Murseli ka dhënë deklaratë në procedurën paraprake në stacionin policor, me datë 06/12/2023. Nuk dëshirojmë të prolongojmë procedurën, kështu që pajtohem. Ngritun kam ne, kur folni, po? Nuk dëshirojmë të prolongojmë procedurën, kështu që pajtohem. Pajtoni që të lexohet deklarata mirë. Granit? Po. Avokat në drejtë? Nuk e kundërshtoj gjykimin sa pjesë si prozë, vetëm si deklarat pjesë shkresë. Nuk e kundërshtojmë leximin e deklaratës së dëshmitarit, por vetëm si shkresë e jo si provë. Kushtrim? Pajtohem. Pajtoni. Trupi gjykues, pas këshillimit, merr akt vendim, lexohet deklarata e dëshmitarit Naim Shaban Murseli, edhe në polici me datë 6/12/2023. Fillimisht dëshmitarit i janë lexuar të drejtat e tij dhe i njëjti ka deklaruar se i kupton ato, janë marrë dhënat personale. Dëshmitari pasi u lexuan të drejtat e tij sipas kodit procedurës penale, deklaron: në pyetjen a mund të na tregoni rreth biografisë suaj, dëshmitari është përgjigjur: unë jam Shaban Murseli, me të dhënat si më lartë, kam lidur në fshatin Cërmjan të Gjakovës, ku jetoj së bashku me familjen time të ngushtë, gruan, 2 djemt, Naimin 1990, Margimin 1992 dhe me vajzat Lendita 1987, Teuta 1989 dhe Mimoza 1995. Mirë po. Prokurore, a ke përkthim? Jemi duhe lexuar deklaratën e dëshmitarit? Ja se izvinjavam, da li je greška kod prevodioca blizu Gnjilana, su mi rekli, zato... Jo, Cërmjan. Jo, Cërmjan. Gabim është i përkthyesve sepse është Cërmjan të Gjakovës. Mirë po, që nga viti 1998 jetojmë në qytetin Uddevalla të Suedisë. Tani që nga viti 2020 jetoj vetëm me gruan time Sanijen, ndërsa fëmijët jetojnë së bashku me familjet e tyre ndoras nga ne. Djalin Naimin e kemi martuar në vitin 2010 me Liridona Demajn nga fshati rreth Racaj. Pas janë martuar dhe kanë jetuar diku pa u bën një vit në Kosovë derisa janë rregulluar dokumentacioni i Liridonës. Pastaj kanë ardhur në Suedi ku kemi jetuar shumë mirë gjatë gjithë kohës, ku kanë punuar të dy dhe kanë besuar se kanë një jetë shumë të lumtur. Naimi ka punuar në një kompani për shitjen e reklamave si call center dhe ka punuar edhe në një kompani shumë të fuqishme në Suedi të sigurimeve. Ndërsa Liridona ka vazhduar shkollën për gjuhën dhe pastaj si infermiere dhe ka hapur një kompani të vetën të pastrimit, ndërsa së fundmi në një restorant të Naimit, Lejas Kafe, në qytetin ton Uddevalla. Ndërsa që nga ky vit Naimi me 1 qershor ka ardhur në Kosovë, ku ka bler një shtëpi në Prishtinë dhe në shtator ka ardhur edhe Liridona me 2 djemt.
Dua të ceki që në vitin 2004, derisa ka qenë fushata zgjedhore në Kosovë në Cërmjan, ka lideri i AKR-s për fushat Begjet Pacolli, ku e ka njohur Naimin, me qenë se Naimi ka qenë shumë i zoti në fushën e teknikës informative, nga ku edhe është angazhuar në kompaninë e Begjetit dhe nga atëherë ka punuar me të. Pyetja, a mund të na tregoni rreth rastit se si jeni njoftuar? Përgjigja thot, unë për rast jam njoftuar ditën e vrasjes, më ka thirrë djali i dytë mërgimin dhe më ka treguar për rastin ku ka qenë rreth orës 22, datë 29/11/2023, dhe më ka thënë, Bob, a ke folë me Naimin, se po thonë se e kanë vrarë Lilin. Ndërsa unë jam shokuar nga ky lajm, e kom thirrë gruan time dhe e kom pyetur se çka ka ndodhur dhe i kom tregu. Pastaj, pas pak jemi bërë së bashku me gruan time Sanien, vllajën Aslanin me gruan Fatmirën, djalin Mërgimin, jemi nisë me vetur, ku kemi udhëtuar për Kosovë diku 40 orë. Dhe kemi mbërrit me datë 1/12/2023 në orën 6 të mëngjesit, në shtëpi dhe në fshat, ku kemi takuar të gjithë familjen. Nuk kam mundur të pyes askënd rreth rastit, me qenë se ishim shumë të zënë me procedurën e varrimit dhe rreth pritjes së njerëzve. Pastaj, pas varrimit diku në orën 16:30, kanë ardhur disa vetura të policisë në oborrin ton, ku e kanë marrë Naimin për Prishtinë. Ndërsa gjatë mbastissjes së shtëpisë nga policia, njëri nga hetuesit e Prishtinës më ka ndarë vetëm në një dhomë ku më ka komunikuar rastin dhe më ka njoftuar se Naimi është i përfshirë në vrasje dhe është i arrestuar. Nga ky njoftim kemi qenë të gjithë të tronditur, shumë nga kjo dhe nuk kemi ditur se çka të bëjmë. Pyetje, a keni mundur të na tregoni pse Naimi është kthyer për të jetuar në Kosovë? Përgjigja ka qenë. Arsyeja kryesore ka qenë punë biznesi, me qenë se Naimi pa të hapur një kompani kërko.com dhe sipas tij ka qasje më të lehta për të punuar në Kosovë. Edhe kontaktet me kompaninë e Pacollit dhe punëve që i kanë kryer bashkë. Sipas blen një shtëpi të shtrenjtë në Prishtinë. Pyetja, a ka punuar Liridona në Kosovë në ndonjë punë? Dëshmitari është përgjigjur, jo, nuk ka punuar. Mirë po, ka pas me fillu në firmën suedeze Lindex, e cila prodhon veshmbathje për fëmijë të cilën e ka sjellë Naimi në Kosovë, duke negociuar për të hapur një degë në Kosovë. Pyetja, a dini ju ndonjë problem që ka pas Naimi me bashortën Liridonën, që e keni mundur të vreni ose dëgjoni nga familjarë të tjerë? Përgjigja është, unë përveç një problemi që e ka pas Naimi me djalin e hallës së tij Kanonin, para një viti që ka pas disa mesazhe të shkëmbyera përmes telefonit gjithsesi me Biondinën, gruan e Kanonit. Sipas njohurive që unë i kam pas për këtë rast, nuk ka pas diçka më shumë në mes Naimit dhe Biondinës përveç disa shkrimeve dhe fotove jo intime, foto normale, thot. Mirë po, e di që Naimi me Liridonin dhe Kanoni me Biondinën janë marrë vesh që kjo gjë të mbyllet me kaq. Nga ky rast, Naimi ka ftoftë marrëdhëniet me ne në një mënyrë me mua dhe familjen. Pyetje, a keni kërkuar ndonjë lloj dëmshpërblimi në këtë rast apo edhe haraç ndonjë pagesë nga ana e Kanonit? Unë nuk kam ndonjë informatë se Naimi apo familja kemi paguar ndonjë gjë për këtë punë. A jeni ju në njohuri se e kanë pas kërku për divorc Naimi me Lilin? A ka pas kërkesë për divorc Naimi me Lilin? Jo, nuk jam në njohuri. Unë për këtë gjë kam dëgjuar përmes mediave. Pyetja, e dini se si kanë pas marrëdhëniet Liridona me Naimin, kohëve të fundit? Përgjigja thot, unë nuk kam vrej ndonjë ndryshim në marrëdhëniet e tyre. Ju me Naimin si keni pas marrëdhëniet? Përgjigja thot, unë i kam pas marrëdhënie shumë të mira me te. Me qenë se, si që ju kam treguar, Naimin e kam pas me probleme shëndetësore dhe e kam rrit me shumë vështirësi, që nga lindja kur e ka pas një operim në zemër të rënd, thot. Pastaj në moshën 2 vjeçare ka pas edhe një operim të rënd në zemër dhe pasi është rrit ka pas shumë dhe e ka rregullu jetën e vet shumë. Ka pas një jetë të mirë dhe të mira materiale si dhe gruan dhe fëmijët kanë pas një jetë të mirë. Mirë po, si që kam par nga koha, kur pati problem me Kanonin, Naimi ka ftoftë marrëdhëniet me mua, shumë ndoshta edhe për shkak se i ka ardhur keq, çka i ka ndodhur me atë rast. A dini, a ka pas Naimi ndonjë armë me leje apo pa leje? Përgjigja thot, kur nuk ka pas, i ka urry armët dhe dhunën.
Pyetja, me këndë shoqëruar Naimi në Kosovë? Përgjigja thot, vetëm më së shumti me kushtrim kokallën dhe nga njëherë me kanonin. A e njeni personin Granit Pllova? Unë kur nuk kam dëgjuar për këtë djalë, me qenë se babajnë e ti e kemi bashkëratar dhe njihemi me ta. Pyetja, a është shoqëruar Naimi me Granit Plovën dhe a i keni parë ju ndonjëherë së bashku? Përgjigja është, jo kur nuk e kam pa me të dhe nuk besoj që është shoqëruar me të. Pyetje, kushtrim kokallën, çka e lidh Naimin me Naimin? Përgjigja thot, kushtrimi është djali motrës sime dhe se baban e kushtrimit e kam dhëndër, që do të thot se me baban e kushtrimit ta filin i kemi të ndruar motrat. Motra ta filit është gruaja ime, ndërsa motra ime është gruaja e ta filit. Pyetja, a mund të na tregoni se a keni pasur njëri se se ka bler Naimi shtëpi në Prishtinë dhe se është bërë puna e pagesës? Përgjigja ka qenë, unë nuk kam njohuri të sakta. Mirë po, Naimi më ka thënë se ka marrë një kredi për pagesë të shtëpisë. Pyetja, a ka pasur probleme financiare Naimi? Përgjigja thot, unë nuk e di dhe nuk besoj. Pyetje, e ka pasur ndonjë telash Naimi me ndokën në Suedi apo Kosovë? Përgjigja thot, nuk ka pas kurrë, as këto e as atje. Kush e menaxhon tani biznesin e Naimit në Suedi? Përgjigja thot, unë pasi kemi orë pas varrimit, do të thotë sot me datë 6/12/2023, kam kuptu se Naimi ka shit biznesin në Suedi dhe nuk i di detajet e tjera. Këtë ma ka komentuar vajza ime Mimoza, e cila më ka tregu se Naimi ja pas ka marrë borxh dhondrit, Valdrin Peretenit, burrit të Mimozës, edhe 40.000 euro, si dhe më tha se edhe shumë personave të tjerë të cilët nuk i kemi ditur. Pyetje, a keni pasur ndonjë kërcënim apo fjalë rreth rastit të fundit? Përgjigja, direkt unë nuk kam pas kurrë. Mirë po, në telefon kam marrë një mesazh nga numri, është një numër i Suedis, plus 46 734 007 42, Dini, i cili fillimisht më ka pyetur se çka do të bëni me fëmijë, që unë aludova në fëmijët e Naimit dhe ja ktheva se fëmijët i kanë gjyshrit. Pastaj ai ka vazhduar të më shkruaj, a jeti Shaban Murseli? Apo më përgjigjesh në pyetjen tëmë? Pastaj unë kam provuar të thiri, mirë po nuk më është përgjigjur dhe më ka shkruar. Mos më thirr se jam në shkollë. Pastaj ka shkruar, unë jam katves, a ki me orë në Suedi me fëmijë, tregoni po ose jo. Pastaj unë kam bllokuar këtë numër dhe dua të cek se kjo bisedë është zhvilluar në gjuhën suedeze. Dhe këto biseda i kam ruajtur dhe i kam dërguar në emailin tim shabanmurseli3@gmail.com, në emailin zyrtar të hetuesit blerim.shala, kosovopolis.com. Kërcënime kemi pas dhe fjalë të tjera nga persona të tjerë në Kosovë, i kam thirrë policinë e Gjakovës, ku kanë ardhur tek unë dhe kanë marrë deklarat rreth kërcënimeve. Pyetja, e dini se ku janë telefonat e Naimit dhe Liridonës, a e dini se çfarë numra të Kosovës apo Suedis kanë pas? Përgjigja thot, unë nuk e di se ku janë telefonat dhe se numrat i kam pas, mirë po, pas rastit i kam shly, sepse nuk kam mund t'i shoh, mirë po i kërkoj nga e shoqja dhe mi dërgon tani. Numri i Naimit është plus 46 7048 06 715, i Liridonës plus 46 707 88 4704. Më këta numra kemi përdor edhe komunikimet në rrjetet sociale si Viber dhe WhatsApp, ndërsa numrat e Kosovës sot nuk i kemi. Çfarë automjeti ka përdor Naimi në Kosovë? Thot Naimi ka pas përdor veturën time Range Rover me targa 07, ndërsa Liridona ka pas një BMW 1 me tabelat të Suedis. Vlen të cekës se kushtrim kokalla e ka përdor gjatë tërë kohës veturën time Range Rover. A keni kamera në shtëpinë tuaj në Cermjan të Gjakovës ku jetoni? Jo, nuk keni. A e dini apo dyshoni se cili mund të ketë qenë motivi që e ka shtyr Naimi në vrasjen e Liridonës? As nuk e di, as nuk kam ndonjë dyshim se çka ka mund të ndodhë në këtë rast. Pyetja, a keni kontaktuar me familjen e Liridonës pas vrasjes? Përgjigja thot po, kam kontaktuar me mesazh me Leonardin, vllajën e Liridonës, dhe arsyeja ka qenë se kam pas dëshirë të marr pjesë në rivarim. Mirë po, i njëjti më ka thënë jo, dhe se ka
mbaruar miqësia mes nesh. Pyetja, a na tregon se ku janë fëmijë dhe çfarë planesh keni për ta? Fëmijët janë në shtëpinë në Cernian dhe besoj se shumë shpejt do t'i dërgojmë në Suedi me ndihmën e ambasadës suedeze, me qenë se jemi në kontakt me ta, dhe në një afat sa më të shkurt do t'i dërgojmë atje. A ndjeni të kërcënuar ju apo familja juaj? Po, shumë, me qenë se po dëgjojmë shumë fjalë edhe nga dojt e Liridonës, të cilët janë nga Tropoja, që kanë thënë se këtë punë e kryjmë ne. A keni pas kontakte me ndokënd jashtë vijave zyrtare apo të medias që kanë ardhur tek ju për punën e vrasjes? Jo, thot, nuk kemi pas. A keni diçka për të shtuar në këtë deklarat? Përgjigjja është jo. Kjo deklarat përmban të gjithë në secilën faqe përmban në nënshkrimin e Shaban Murselit.